person që deri diku duket që është pikpyetje në të gjithë kaluarën e tij, por opozita e akuzon që nuk është i suksesshëm dhe nëse referohemi domethënë të gjithë këtyre viteve kur ai ka qenë shefi i inteligjencës, domethënë pra shefi i mitit turk, të gjithë ata punët e hallet më të mëdha, domethënë akte terrorizme, fuçi i 15 korrikut, po ashtu rrëzimi i avionit rus, e të tjerë, problemet me të gjithë komshin, domethënë kanë qenë në kohën e tij kur ka qenë shefi i inteligjencës, kështu që është një person, nëse varet nga shifrat nga të dy anët, por nëse shohim nga ana e opozitës, është personi më i duhur i Turqisë dhe ai është biles është edhe shumë e rëndësishëm se sa Erdogani thuhet, por me pa nga krahun tjetër është një që ka marrë rrogën atë si shef inteligjencë dhe kur doli në tregun, pra kur pa në pazar, ai nuk ishte ai që u prisi domethënë Hakan Fidani, por gjithsesi është ministri i punëve të jashtme dhe automatikisht edhe pse këto ditët e fundit pas i gafës i bëri pas si e thash pak më parë, Gjoj që foli për avionet kanë që motorët nuk na i dha Amerika. Tashmë në median turke thotë që është një hajdut i madh, si në Shqipëri, domethënë ka djalin e vet, ka vilat multimiliardere, ka vjedhë, ka bë, por normalisht që do të kuptohet edhe kjo nga ana politike që ajo pema që jep fruta gjuhet, por nëse i kthehemi domethënë edhe pyetjes tuaj të parë krejt, a do të jetë ai personi që do të jetë në vend të Erdoganit, kjo le për të dëshiruar të paktën me sa e kam kuptuar unë politikën turke ose vetë presidentin Erdogan. Po djali ose dhëndri kanë shfaqur po themi interes mbi politikën, kanë qenë të përfshirë në biznes me aq sa flasin mediat ndërkombëtare dhe disi larg politikës, por a ka ndonjë prej tyre instiktin politik të babait ose vjerrit nga ana tjetër? Po, nëse shohim vetë brenda llojit, domethënë të tyre, qoftë goca e presidentit Erdogan, qoftë djali, por edhe qoftë dhëndri, me të vërtetë që nuk janë ata domethënë të duhur, nuk janë djegësit e babait të tij, se normalisht nuk është përvoja se pa u bën një herë president, nuk ka përvojë që të bësh president apo të bësh kryetar, bëhen një herë pastaj fillon përvojën, por nëse shohim nga vetë politika nga kultura politikës turqisë, asnjë fëmijë domethënë nuk ka arritur të jetë i zoti pas babait e tij. Për shembull kemi Turgut Özalin, ne kemi shumë të tjerë domethënë në politikën turke, sepse vetë opinioni turk nga që ta për shekuj domethënë janë munduar që të largojnë sultanin dhe të sjellin përsëri një sultan që do të vazhdojë sultan saltanati, domethënë babë birë. Kjo është pak e papranueshme këtu, por normalisht që në këtë opozitë që tashmë është kelmuar nga të gjitha anët, lufta brenda llojit më të japin edhe një ngjyrë krejt tjetër politikës turke, por të paktën edhe zgjedhjet e ardhshme nuk pritet që të kemi një ndryshim, por do të vazhdojë ende Erdogani, por thuhet në fakt që se është edhe presidenti i Republikës, por në njëjtën kohë është edhe kryetari i partisë të AK-partisë presidenti Erdogan dhe thuhet, pra domethënë janë disa thashëtheme që vitin e ardhshëm, pra pas janarit ose më shkurt, presidenti Erdogan do ta lënë atë kryetarin e partisë, pra do të merret vetëm me politikë dhe jo me partinë, dhe kështu që me shumë mundësi pritet që të kemi një kryetar tjetër të partisë dhe brenda rrethit varet edhe se si ashtu se është shumë herët, duhet të kuptuar edhe kjo gjë që Erdogani është një ujk shumë i vjetër i politikës, ku ditë të asgjësohet, po ku ditë të vë një tjetër në vend, por me familjen e tij atë të jetë ka shumë me opinione që po me patjetër Erdogani do të lënë një të familjes, si tashmë është atë të jetë djali apo dhëndri apo e bija, atë nuk dihet, por edhe mund të ndodhë që mos më të jetë. Pra është shumë herë, sepse vetë në këtë aspekt, domethënë politikat e Erdoganit që 20 e sa vite, domethënë asnjëherë nuk kanë dalë në ata parlamentimet që kanë pasur, domethënë në media apo tjerë që do bëjnë kështu, dhe sa herë kanë ndruar ministra, sa herë kanë ndruar kryetarët e bashkive të tjera, kur nuk është ditur domethënë saktë si çfarë do të veprojë Erdogani, po normalisht që ai e ka një strategji besoj për atë. Sokol, unë kam dhe një çështje që ka të bëj
me tërmetet, është raportuar për një tjetër tërmet magnitud, po themi relativisht konsiderueshme 5 ballë në Stamboll. Nuk e di pse vazhdimisht ka një ndjeshmëri shumë të madhe për atë se çfarë ndodh me tërmetet në Turqi. Nuk e di, ka qenë i ndjeshëm, ka qenë në nivelet e panikut për qytetarët dhe çfarë kanë thënë mediat. Po, Dori, ka qenë panik se ka qenë në Stamboll, në detin Marmara, dhe me të vërtet në atë zonë, sidomos të 20-25 vitet e fundit, ka pas tërmete të mëdha që kanë bërë dëme qoftë nga ana njerëzore, por edhe nga ana ekonomike, dhe është ai paniku, ka qenë paniku. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë, janë 28 të lënduar, domethënë që janë gjujtë nga fati para, po i dy që më domethënë nga friga, një nga ato ka dalë nga spitali dhe pritet që edhe ditën e sotshme të dalin të gjithë tjerë nga spitali sepse nuk kanë lëndime të rënda. Paniku është në fakt në atë zonë, është dëgjuar, thonë që është dëgjuar edhe në deri në Izmir, por unë nuk e kam dëgjuar. Kurse në Stamboll dhe rrethinat për Stambollit, domethënë që është bursa deri në Tekirdağ, është dëgjuar lëkundjet e saj dhe në të vërtetë që është vend sismik Turqia, qoftë sidomos perëndimi, por edhe lindja është vend sismik, por të paktën sismologët gjatë ditës së djeshme dhe mbrëmë kanë thënë që nuk është domethënë një për të friksuar, sepse sipas atyre pritet një tërmet shumë i madh në Stamboll, por nuk është ky dhe nuk është në pllakat tektonike të atij që pritet, domethënë se këtu pritet atë tjetër gjë pastaj ajo, por nuk ka të paktën vdekje dhe rrëzime dame ekonomike të mëdha nuk ka nga ky tërmet. E qartë, Sokol, të falenderoj shumë që ishe me ne, shumë kënaqësi të bisedonim. Mirë, ishim me Sokol Braj në një diskutim se i takon zhvillimeve në Turqi, ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi vetëm pas pak.